asgjë në botë nuk na ndalon ne pa arritur në finish fitimtar. Faleminderit. Zoti Berisha, si do t'i përgjigjet Partia Demokratike gazit masiv lotësielës që hodh në protestë, ashtu sikurse e cekët edhe ju pak më parë me gaz të skaduar, pra 3 vite të skaduar, a do të marrë Partia Demokratike veprime konkrete, duke qenë se vetë ju deklaruat se ai mund të ketë pasoja të drejtë për drejta në shëndetin e qytetarëve? Pyetja e parë. Do ta denoncojmë këtë akt si në institucionet ndërkombëtare ashtu dhe brenda vendit. Është një shkelje flagrante e konventave ndërkombëtare. Por, me që jam këtu, do shtoj dhe 2 fjalë. Edi Rama Ramaduro sot në mëngjes, pas një nate plot makthe, shkruante i vrerosur, i bërë zeher, i tmerruar, në përçartjen e tij në X, fliste për rrugaç, lagjesh, për mercenar, cilësonte të rit guximtar. Unë u them këtyre heronjve të vërtet, se gjëja e parë që merr në mend kur lexova ishin akuzat që diktatori i fundit komunist u bënte trive të Tiranës, ku i quante halabak, rrugeçër me gjuhën që përdor sot Edi Rama. Ndaj dhe i them kaq Edi Ramës, ata janë deri i kombit, krenaria e popullit dhe qytetarëve shqiptar, dhe të garantoj se ata nuk kanë për asgjë përballë një kryehajdut, një Ramaduro që mbrohet nga banda dhe krimi dhe fundi i tij pashmangshëm, fundin e tij të pashmangshëm, do ta firmosin të rit dhe adoleshentët shqiptar që ishin aq të shumët dje në protestën që tronditi dhe unë. A do të ketë protesta të tjera të afërta, opozita pas asaj të mbrëmshmes? Pa dyshim që do ketë protesta dhe vetëm protesta. Ne jemi në kilometrin e fundit. Këtu ne të gjithë potencialin ton, ne mi mirënjohës pa fund përgjigjes qytetare, një thirrje kam për çdo qytetar. Edhe një herë, nuk është protest kjo as për një person, as për një parti. Është protest të ndërgjegjes qytetare, është protest të ndërgjegjes kombëtare. Të bashkohemi, sepse kur themi janë vjedhur 130 milion euro në djegësin e Tiranës që nuk ekziston, kur themi janë vjedhur 50 milion euro me një firmë në tunelin e Llogaras, kur themi janë vjedhur 140 milion euro me një firmë në aeroportin e Vlorës, kur themi po vidhen rreth 4 miliard euro me portin e Durrësit, këto janë pasuri të çdo shqiptari dhe jo vetëm të opozitarëve që protestojnë. Këto janë pasuri të fëmijëve të çdo shqiptari dhe jo vetëm të fëmijëve të opozitarëve që protestojnë. Ndaj dhe sot është koha më shumë se kur t'u tregojmë para ndërgjegjes sonë, të bindur para ndërgjegjes sonë, të tregojmë se ne kur s'pajtohemi me këtë regjim, por të tregojmë dhe botës
Tu tregojmë miqve tanë se kush jemi ne. Tu tregojmë mbështetësve të Edi Rama se sa gabim keni bërë duke mbështetur një Padrino, një Ramaduro si ky. Ndaj dhe ju e pat për masat e protestës dhe unë pres që ato të bëhen të papërmbajtshme dhe ju siguroj se do bëhen. Thash dhe njerë, tipari më kardinal dhe më rëndësishëm ishte rinia në veprim. Ndaj dhe të merri Ramës. Ndaj dhe të merri Ramës që i quhet mercenar, rrugeçër, lagjës, të rritë të ndershëm, dinjitos, guzimtar, student, punëtor, të pa punë, por që kishin dalë për nërgjegjën e tyre kundër ti. Faleminderit.